Situatën ku ndodhet Kosova aktualisht politikisht do të diskutoj me deputetin e Lidhjes Demokratike, Ermal Sadiku, mirë se erdhën Kompas. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën. Gjasat më të mëdha janë që po shkojmë drejt zgjedhjeve edhe pse janë edhe ca ditë afat kushtetues për presidentin e ri. Janë disa ditë, ka mundësi që do të gjendet në zgjedhjen mes partive tjera politike, por përbes nuk po shoh ndaj shpresë për fat keq, nuk po shoh ndaj shpresë për kompromis, nuk po shoh ndaj shpresë për bashkëpunim. Na jemi si shtet i rregulluar, ashtu me kështu që duhet të bëjmë kompromis, duhet të kemi bashkëpunim për pozitë presidentit edhe nuk ka diçka të tillë, kështu që po duket se jemi rrugës për zgjedhje që është plani më i keq, sidomos në këtë situatë aktuale gjeopolitike që ndodhet e gjithë bota, as të mos shteti i Kosovës. Punoi mjaftueshëm për ta zhbllokuar këtë situatë, krijoi vetëvendosjes? Po, ndërsa qysh në fillim zoti Kurti ka përmend që kjo numri pi 81 votave nuk është i mjaftueshëm, edhe nuk është i sigurt, edhe teknikisht e ka largu pak LDK-n prej mundësisë bashkëbisedimit qysh në fillim. Edhe sado që jemi mundu me qenë në takime dhe me qenë bashkëpunues dhe me dhënë ide të ndryshme për proces, si u pa në fund gjitha ka qenë pak a shumë një farë demaskimi i planit fillestar që s'ka qenë interesuar për bashkëpunim asnjëherë. Me pas qenë kjo marrëveshje kishte mujt me u bë qysh në janar kur janë përfunduar zgjedhjet, a kupton? Nëse kemi pas mundësi të bëjmë zgjidhje për bashkëpunim qeverisës, kjo ka mund bëhet janar. Ende pa u formuar qeveria, sepse është ditë që kemi marrë te momenti për zgjedhjet e presidentit, është ditë që duhen 80 vota, është ditë që duhet të kemi bashkëpunim, po prej këtyne rrjedhave logjike, edhe një logjik shumë e thjeshtë, e kupton që nuk ka pas asnjëherë plan për bashkëpunim. Pra, për këtë arsye e refuzuat si subjekt politik dy ofertat vetëvendosjes? Ja, ndëgjëm, nuk refuzuam oferta, sepse kjo po tingëllon në mënyrë, si me thonë, decisive është pak se manipulim. Qa keni? Ne asnjëherë nuk kemi kërku pushtet për me mujt me fal shtetin dikujt me e kontrollu. Nuk e pranojmë një gjatë të tillë. Nuk mundësh neve me na thonë, merret i këtu pak pushtet, edhe mbylli syt voto për ata që të themone, unë du me marë presidentin, kryeministrin, kontrolën totale, pastaj gjykatat, pastaj prokurorim, pastaj këto se. Këto nuk mundesh mja bolje të kësë. Ne kemi qenë të hapur me bisedu, po para se me bisedu për pozita, për emra, është mirë me bisedu për proces. Edhe procesin nënkupton gjana pak ma thelpsore se sa pozitat edhe emrat. Procesin nënkupton si shteti me mujt me mbet i pakapun prej një partije politike, si shteti me mujt me rujt demokracin, me rujt kushtetueshmërinë, si shteti, institucionet e shtetit, mos me pas njerëz me libreza partijake, si janë bonë në 5 vite punë. Ndoshta kanë qenë ma heret, po s'paku dikur do të mund dalë dhe me thonë, duhet profesionistë me heq këtë shtet. Si gjykatat me qenë pambaruna, si prokuroria me qenë pambaruna, do të mu definu këto procese. Edhe moment që i definon këto procese, pastaj gjithë kanë qef me marë pushtet, po letë është me bisedu për pushtet. Shteti nuk është pazar, bre, kjo nuk është pazar me thonë t'i dhash në ty 3 ministri, po ti si dash të 3 ministri, unë po t'a dho këta, ti po t'a dho këta. As do t'ishte, për shembull, çështje e ndalimit të atyre politikave që ju i kritikoni, akuzoni. Nëse kryetari i partisë tuaj do t'ishte kryediplomat, ta udhëheqte një dikaster që ka të bëjë me diplomacinë, me politikën e jashtme, edhe 3 ministri të tjera, ose ky verzioni i dytë që të mos jenë partijak të 3 pozitat nga vetëvendosja, kryetari i kuvendit jetë nga Lidhja Demokratike. Edhe kjo është manipulim edhe po du me qartësu. Në moment, mas pari kryetari i LDK-s është ekonomist, doktor shkence, nuk është si e përmendet, nuk është diplomat karriere, se qka është kandidat për kryeministër, ka qenë, besoj, ka me qenë, kur partia vetëvendosje do ta kontrollon të kryeministrin dhe presidencën. Atëherë pozita e ministrit punëve të jashtme e keni pa se që ndodhin në 5 vite kalume kur ata fillun të kemë problemen me zveti Ministria punëve të jashtme dhe prezidenta, e keni pa so dopt kemi qenë në diplomaci. Dhe më thonë kur
sepse kështu është rregulloria edhe ligjet e shtetit që në atë mënyrë, kur zoti Kurti dhe zoti Konjufca do i kishin ato dy pozitat kryesore shtetërore, Ministria e Punëve të Jashtme do kishte shumë vështirë me pas sukses edhe me kry punë të mira për këtë vend, sepse mund të ndodhin aty edhe keq kuptime edhe bllokada për njëri tjetrës, edhe jone po shkojnë këtë konferencë në përfaqësoj këtu, në përfaqësoj këtu. Kjo është manipulimi i parë që tregon që pikërisht është dhënë një ofertë e cila ka fuqi të limituar për shkak të presidencës ose mund të ketë fuqi të limituar. E dyta, opozita e kryeparlamentarit me një vend ku komplet legislativi kontrollohet prej 66 deputetëve të koalicionit, të partive vetëvendosje, guza dhe minoriteteve, pozita e kryeparlamentarit në vetën një pozitë vetëm administrative dhe pa asnjë fuqi tjetër. Kështu që këto dy pozita po përmenden në media dhe tek njerëzit, po duhet me i kuptu qartë që janë komplet. I përmendi Kurti. E di që i përmendi dhe po i përmendi njerëz, po janë pozita super të manipulueshme ose mund të bëhen të manipulueshme të ardhmen, ose nuk kanë vlerë ashtu si paraqiten. Problemi jam këtu nuk është me fol për pozita edhe për pazar pozitash. Nuk ish dasht me qenë as për liderëve politik. Ish dasht me fol për procese, ish dasht me fol për marrëveshje shumë ma të rëndësishme se pozitat. Si duhet të rujmë aleanca ndërkombëtare, si duhet të vije marrëveshja e paqes nuk e vend që ende nuk e kam pru. Do më thonë, është një marrëveshje që është duke u bloku, po blokohet aty në komision, nuk po vjen në kuvend, dërsa ish dashme kom puna e parë që duhet ta bënim si parlament, edhe ende nuk e kam pru, edhe është jetike për aleancat e tona, sidomos me Shtetet e Bashkuara, si duhet të rujmë bordet publike nga njerëz me libreza partish politike. Këto janë gjana që duhet bisedohen edhe këto do gjana që merreshin vesh partnerët qeverisës, se do të mund të merreshit vesh për këto parime nëse do të bashkëqeverisnit? Si me o marrë vesh, kur ti po fletë si me qenë pazar, ti dhash 3 ministri si pranove, oferta 2 të këtarash kryeparlamentarin si pranove. Po në vitin 2026, ende flitet për pushtetin si me qenë pazar të kerëv. Edhe nuk muj me bisedu, nuk muj me marrë vesh me gjanat të tilla. Po që se ka bised normale, në gjithë botën partit politike diskutojnë, pajtohen, nuk pajtohen. Po në botën normale, në shtete normale, në shtete flitet për parime dhe për procese. O shumë normale nëse biseda tona këshim me qenë a do ndërtojmë kapacitetin energetike me thëngjell, apo do arrujmë ambientin dhe do fokusohemi në ato të tripertreshme. Për shembull, kjo diskutim që një shdash me e bo. Nëse kishit insistu ta zëm në Ministrinë e Ekonomisë, që të jetë ministri nga Lidhja Demokratike, as do të ishte kjo temë? Jo, sepse në fillim caktohen temat pastaj edhe drejtimet edhe binart e shtetit. Por ti kur i te i kalon binart e shtetit edhe bisedon vetëm për pozita, pastaj ndodhin keq kuptime edhe ndëgjë. Si e ka thonë vetë zoti Kurti, e kena provu edhe këto është edhe humbje besimit. Pikrisht po. A i është friksu, nëse jo friksu, nëse është termiran, a keni hezitu me pranu një ofertë për bashkëqeverisje për shkak të përvojës që e keni pas zgjedhjeve të 2019-ës, potencialisht ku ju do të mbështetni një kandidat të vetëvendosjes për president dhe pas një kohë në bashkëqeverisje, a i do të shkarkonte një ministër nga Lidhja Demokratike dhe kështu do të prishe koalicione qeverisës dhe do të përsërite një skenarin gjashëm. Unë personalisht po, por unë nuk kam qenë takim, ka qenë kryetari Abdixhiku, nuk e di a ka pasaj këtë pikpamje, unë personalisht isha friksu për çdo marrëveshje e cila lehet komplet në dorë të zotit Kurti, sepse është provu në të kaluamën e afërt, edhe e dim, ose s'paku kemi të informata dhëna për të kaluamës që ai mund ta bëjë këtë punë prap, mund ta shkarkoj 1, 2 ose të gjithë qeverinë e Ministrisë të Lidhjes Demokratike, edhe nuk ka asnjë mekanizëm mbrojtës për këtë punë. Kur ki ndarje të votës është pak ma lehtë me pas një mekanizëm mbrojtës, ose kur e ki pozitën e presidentit, prap e ki pak një farë mekanizmi mbrojtës deri dikun. Kështu s'do të mund të shkarkonit as qeverinë, si keni bërë në 2020. Oferta si është ofertë shumë e rrezikshme, për një personi që e dim sa shpesh i kanë tru fjallët, i cili mund të shkarkoj këtë qeveri qysh në momentin që votohet presidenti,
ta shkoj këtë qeveri. Ta shkarkoj ministrat e LDK-s, edhe pastaj ta kontrolloj komplet, për shkak se e ka fuqinë, edhe qytetari duhet ta di. Asnjë mekanizëm mbrojtësi nuk e ke vetëm një mekanizëm shpresën që ai nuk e bën një gjë të tillë. Ai mund të bëj pastaj presion, manipulime të ndryshme të dhënave, të informatave. Po mendoj është mungesë e besimit edhe këtu pajtohem, po këtu më shumë mund të përgjigjem si Ermal si Po, patjetër. Tash me diskursin që ka ushtru lidhja demokratike nga fillimi i qëtij procesi, jeni thirrë në vazhdimsi në një marrëveshje klasike politike. Nëse qëto opsione përjashtohet bashkëqeverisja, përjashtohet pozita e një prej institucioneve më të larta të shtetit, çfarë nuk kupton që ke marrëveshje klasike? Përbes këto përjashtime nuk i kemi bu ne, se në fund të ditës nuk e ke pasas fuqinë për mi bu këto përjashtime. Po si keni pranu? Përjashtimet, jo, nuk është që e kemi pranu, nuk kemi kërkuna diçka. Neve nuk na është ofru pozita prezidenta, ajo është kërku pi partisë vendosja, ata e kanë propozu edhe herën e kalume në kuvend, këtë nuk është që e kanë thonë me fjalë, e kemi me fakt, është propozu zoti Konjuca. Është propozu... Po ka protokoll, është edhe zonja Mulhaxha është. Pikrisht, dy antarë të lëvizjeve vendosje janë propozu për president, nuk është që kemi folë një këto gjana, i kemi Pra, marrëveshja klasike ka të bëj veç me presidentin, pra. Jo, ka të bëj me komplet procesin. Marrëveshja klasike politike është kur dy, ato që e thash në fillim, kur dy lider apo disa lider partijak, ulen dhe bisedojnë për mënyrën se si do e qeverisin vendin. Edhe këto nuk kuptojnë gjitha ideologjit ekonomike, investimet në ushtri, në agrikultur, pastaj mënyrën e seleksionimit njerëzve profesionist në bordë, krejt gjana të tilla, edhe pastaj në fund folë për pozita. Neve nuk kemi mbri me folë për këto marrëveshjet elementare për mu, personalisht marrëveshjet elementare të shtetit, që është binar të shtetit, po është dash me njerë ka pas ma shumë, unë po i quj manipulime, të ama timu një emër, pëse s'ma të regon një emër, ama timu dy emëra, ose tash, kishte dalë një analist me një emision që kështë thonë, ju kanë kërku 3 emra, po këta nuk i kanë dhonë 3 emra, gjithmonë po merret një pozit asë rëndësishme, që është pozita presidentit të shtetit, edhe po thjeshtësohet në emra të përveçshëm. Do më thonë, askush nuk bisedon për institucionin e presidentit si institucion shtetëror, i cili garanton një farë balance, e garanton një përgjithësim, një përfaqësim të gjithë spektrit politik, të gjithë qytetarëve Kosovës, po flitet ama timu emin e përveçshëm të filtrojë në maspari. Është bazike të ndërtohet profili i presidentit, po fundit, një person, një emër i përveçshëm do të bëhet president. Po patjetër se do të bëhet një emër i përveçshëm, po ai kërkon bisedim edhe marrëveshje. Qartë, a ka kërku LDK-ja, pra, ta ketë ja, nuk ka kërku presidentin? Sepse Kurti sot e tha një fjali interesante, tha, nuk mund bëmë LDK se LDK-ja. Ka ato spinat e vetë të fjallëve, po s'di që kush i ka kërku Kurtit me u bëma LDK se LDK-ja, si ka kërku askush. As nuk ka nevoj. Ne kemi kërku të merrem vesh si me zhvillu këtë shtet. Nuk e kemi kërku ati jam ati mu këtë pozitën, po ta do ty këtë pozitë. Nuk bojnë ana kështu pazare në pushtet edhe në shtet. Nuk mundesh me folë, dhe me thonë të jepave, ja kam ofru këtë, se kam pranu këtë, ja kam ofru këtë. Nuk bëhet më konë ato nuk janë molla dhe dardha ime të folë. Okej, nëse ju jepet, nëse do të ishte dhënë LDK-s, që kjo flete, barë dhe me thonë shkruje skenarin qysh mere me vesh, edhe i bojmë të 10 vota. Qa është skenari që ju do të realizonit atëherë? Nëse jo kjo. Ja, përbës nuk është në tash të me marrë një letër barë se bjen pak si shakake. Kjo dhe me shu kjo është skenari jam. Ne kemi 13% të votave, une nuk po du me dojtë të arrogant edhe me thonë ne kërkojmë këtë, sepse nuk kemi kërku diqka. Në fund të ditës, ne kemi refuzu pak pushtet që me rujt shtetin. Nëse s'keni kërku kur gjo dhe s'keni dasht kur gjo. Se kemi dasht me mbrojt pozitën e presidentit mos tjeti kapën për një partije politike, të zlaj gjithashtu e ka dhe kryeministrin edhe kontrolon parlamentin. Edhe nuk ka gjama patriotike se kjo, me kuptu. Po qëse gjëra do ishin hipotetikisht të kundërta, po qëse lidhja demokratike e Kosovës do e kishte këtë fuqi, unë si deputet kisha me insistu që pozita ta ketë një person për president. Sepse është në të mirë të kushtetutshmërisë së vendit, të balancës së forcave politike, që kjo të bëhet në këtë mënyrë.
sepse pa marrë parasysh si janë fuqit politike, shteti Kosovës është më i rëndësishëm se ato egot e njerëzve për pushtet. Duhet me kuptu këtë sen. Deklarativisht, deri tash të paktën nuk është refuzuar a priori që të mos votohet asnjë kandidat i propozuar prej opozitës. Ta zëm, në raport me PDK-n kjo vlen më shumë, po nëse do të kishte sinjale edhe nga LDK-ja, vetëvendosja apo t'i di me emrat, nuk mund të ofrojmë mbështetje blanko pa ditë kush është kandidati edhe kundër kandidati. Nuk kisha me thonë që është bashkë kështu. Ne nuk e kemi provu se s'kemi mri deri te ky, se s'kemi dasht me bisedu për emra, kemi dasht me fokusu te procesi, por sa më kujtohet Partia Demokratike ka pas dëshirë ose ka pas propozim që të propozoj ato dy emra, por në fund pas takimit është dalë, si me thonë, zoti Kurti dhe i ka poshtnu publikisht, ka thonë mi kërkun dy emra partijak, edhe unë po i qas dy emra partijak. Dhe më thonë, edhe kure kanë marrë ata këtë hap, ma shumë e kanë dëmtu vetën, se so që kanë përfitu diçka. Dhe më thonë, manipulimi ka qenë tregom ti mu emra të partis, edhe në fund dalë edhe one me dy emra dhe pastaj shtyhemi. Edhe ne s'kemi dash me ranë këtë gracë, sepse kjo prit fillimit është pa që është grack. Edhe për atë nuk kemi pranu të flasim ashtu që po t'i dërgojmë një emrat. Edhe dëgjëm me pas dasht, po folim me gjana që i kemi pa, jo kështu hipotetikisht. Me pas dasht emër jo partijak, konsensual, e kam pas mundësin me propozu Zonjën Osmani. Me gjitha ta, ka pas një përfaqësim dinitos, pa mos përfaqësim që ka mendoj unë për Zonjën Osmani. Ka pas një përfaqësim kove të fundit në spektrin, në politikat e jashtme dinitos. Kishte takime me Zotin Trump, antarësimin tash në bord paqës, edhe largimi i saj si kandidat potenciali propozuar të tregon mjaft që s'kanë qenë të interesuar për prezident konsensual, sepse s'ka pas president konsensuali cili spaku për partit politike ka qenë pak ma i pranushëm, sepse votat për të besoj që ishin bo. Më mirë se për një person tjetër. Ishin bo votat për Osmani. Mendoj që ishin bo, sepse edhe tash këtu unë nuk mund të flasë për antarët e tjetër, edhe pse kur kam fol dikush mund prejke se qka, po vota ka pas edhe në parti tjera, ka pas edhe në LDK. Ashtu e ka thënë edhe vetë Osmani. Kryetari i LDK, zoti Abdixhiku, ka thonë që nuk kemi refuzim për Zonjën Osmani, kemi mundu me i te i kalu çdo proces egos ose diçka problem të kalumës e kudi, që vendin mos me dërgun zgjedhje, po të kemi një prezident. Po, reagimet ashtë parat mas mbrëmjes që edhe PDK-ja tha që me ka që mbyllim angazhimin në këtë proces janë që LDK dhe PDK janë sinkron vepriveve politike. A i një marrë vesh për me vepru që shtu të njëtë ndita jo? Jo, bre, ndëgjë, se ta shë pash ato, që kjo janë manipulime shumë tojta. Dhe më thonë, kjo është pikrisht ideja që a i dërgën mesazh sot PDK-s, është pikrisht që PDK-ja me dalë, sepse këto e lojna shau, cëllë personat si Kurti i bojnë gjithë kohën. Me këtë merën, jo më marrë me zhvillim shtetit, po merën me këto idejat. Po ja dërgën një mesazh PDK-s, tash këta dalin reagojnë, edhe populli thot, dëgjë këta PDK-ja, LDK-ja bashkë reagun njëtën ditë. Po ky vet i ka dërgu mesazh. Ky vet i ka fut në atë grackën e reagimit, që sot para publikut me dalë refuzimi, po e them kështu kushtimisht, i LDK-s, edhe refuzimi PDK-s njëjtën kohë, edhe tash me dalë militanta dhe me thonë çek ta ku kanë bash, ta ku kanë bash. Na PDK-n e kemi armik politik. Se kemi pas që 26 vjetë. Kundërshtar, po. Kundërshtar politik, për ata e thash politik. Jetë si i kemi partitë e tjera. Kur je në opozit, është krejt normale që në momentet saktume të krijon opozitarizëm. Por në momentet saktume në kohën sa ekstern shteti i Kosovës e pavarësia, ne PDK-n e kemi pas kundërshtarin e vazhdojmë ta kemi. Kundërshtarin politik. Po ai i bën këto manipulime sepse dëshiron të polarizoj. Pra, si jeni marrë vesh, si jeni bashkë me PDK-n në këtë rrugë. As nuk kemi çka merren vesh me PDK-n. Po kjo ideja me polarizu masën edhe me thonë ata kundër neve, është një farë strategjie e cila i ka funksionu, për fat keq ende po i funksionan, edhe po e keq përdor gjithë kohën, edhe po e lunë këtë letrën e ata kundër neve, sepse edhe kur flasin të ne ju dim juve, ne ju... Kanë fillu me marë fund këto manipulime, edhe mendoj që tash me... Kur? Unë mendoj që sidomos tash, masi e pamë se çfarë bëri me Zonjën Osmani, mendoj që edhe populli ka fillu me i kuptu që janë manipulime.
edhe besoj që çdo ditë më shumë do t'i kuptoj këtë manipulime. Kanë me dhe disa ditë, po ju e konsideroni çështjet mbyllur edhe Abdi Gjiku e tha do t'i kthejmë strukturave, pra ja keni nisë vetë se më bogati për zgjedhje. A besoni që mund të ketë ndaj skenar ku zgjidhet kjo çështje edhe vazhdoni me punën në kuvend si opozit, apo po e shihni si të pashmangshme një proces jashtëzakonshëm zgjedhor? Këtu mund të përgjigjem vetëm si Ermal, si deputet i LDK-s, unë mendoj që ne duhet të jemi të gatshëm në çdo moment që të shkojmë në zgjedhje, por normalisht me bo çmos që mi rujt institucionet e shtetit, me e thonë të vërtetën gjithkohën, më mundu me i ik edhe me i luftu këto manipulimet që bon, po kur e shoh çka kemi përballë, edhe çfarë demagogjie shërbehet në popull, vërtet duhet çdo ditë me punu sa ma shumë që me qenë të gatshëm, jo me, sepse as kush nuk i don zgjedhjet. Edhe unë mendoj personalisht nuk i dojnë as deputetet e vendosjes, as të PDK-s, as të LDK-s. Janë të lodhshme për qytetarin, janë të lodhshme për shtetin, për buxhetin e shtetit, janë të lodhshme edhe për kandidat. Por kur e mendon se si po manipulohet popull, demagogjia, populizmi, duhet t'jesh i gatshëm edhe nuk je si pranë një imponim. Diskurs elektoral dorën zemër pati prej krejt krerëve. Abdi Gjiku tha se do të filloj me punu në atë bashkimin e të djathtëve, pastaj u pyet edhe për Vjosa Osmanin, ai nuk është jo që e refuzoi, po madje tregoi ambicje që mund të ketë një bashkëpunim politik, qoftë rikthim, qoftë bashkëpunim në forma të tjera. Qysh e sheh LDK në garën zgjedhore, sikurse më 28 dhjetor apo me një spektër më gjatë bashkëpunimit politik? Po neve që kemi pas disa bisedat brendshme LDK, është formuar tash një kryesi e re që gjithashtu do të futen edhe emra të tjerë, kanë ardhur në kryesi shumë fytyra të reja, gjë që është mirë pritë dhe ka pas thirrje për elektoratit për një reformë të lehtë, po them ashtu, por gjithashtu ka thirrje për elektoratit LDK-s, sepse në fund të ditës kemi parasysh që votuesit ata që janë pronarë të këtyre partive politike, ata janë aksionarët kryesorë, ata na votojnë neve, ne jemi vetëm zai i tyre dhe normal që duhet më ndëgju. Edhe ka thirrje për tyre që edhe me pas hapje të partisë për fytyra që kanë kontribuar shumë më shumë se unë edhe të tjerë në këtë parti, që kanë dëshirë, energji, përvojë të kontribuojnë në rritjet e LDK-s. Normalisht nuk është e lehtë kjo, sepse kur je pranë dilemës, ose me thonë utkryqit mes reformës edhe unitetit, është ekstrem e vështirë për cilin do kryetar, për cilin do kryesi me gjetë rrugën e drejtë. Edhe qytetarët duhet të kuptojnë se reforma dhe uniteti nuk janë rrugë paralel. Ndëgja, shumë stila ato të kryqëzohen, dikone për me gjetë atë kryqëzimin vijnë shumë punë, vijnë shumë pragmatizëm edhe vijnë shumë mirë kuptim. Po jemi marrë vesh që duhet të jemi tapën edhe duhet bashkohemi edhe duhet ta kemi një frymë të qendrës së djathtë edhe mos të bim prej demagogjisë edhe populizmit, sidomos e këtyne skemave populiste po i them ashtu të majta edhe pse mund nga bëj pak teknikisht, sepse ato në afat shkurt po e mbajnë një farë paqe sociale, unë e them po e mirë mbajnë fukarallakun në Kosovë, po në aspektin afat gjatë janë të e dëmtu edhe nga dalë duke e shkatru këtë vend. Edhe ne si lider kemi kërku votë që me zhvillu vendin, nuk kemi kërku votë që me mirë mbajt fukarallakun. Se mas leti është me dalë me dhonë subvencione dhe grante dhe ndihma dhe gjanat të tilla, po ti dush me pas pak vizion qa po dënë me bo me këtë vend. Mendoni që Vjosa Osmani do ta ndihmonte LDK-n të ngjitet në rezultat? Nuk e di, unë nuk jam parashikus i mirë rezultateve zgjedhore. Po jeni kalkulus, ju politikan jeni krejt. Provoj punën më të madhe temën për me bind popullin se kjo është rruga e mirë. Zonja Osmani gëzon një popularitet mjaft të madh në popull, pa marrë parasysh çka them unë ose çka mendoj jam unë aso jam LDK. Me faktin që zgjon ajo aq popularitet, domethënë populli po i beson, ajo ka ditë me diskutu me ta dhe me bisedu me ta. Unë mendoj që një bashkëpunim potencial nuk e di
nuk është bo kjo ende, Po. edhe nuk mund të flasë për diçka që ende nuk është finalizuar, ndoshta jo, po besoj që do të ketë një rritje masive të elektoratit, por kjo mbetet shifet sepse nuk po du me dalin këtu me fjalë të mëdhaja, kur diçka nuk është e bame. Po ashtu është përmend në vazhdimësi edhe partitë të tjera parlamentare të bashkohen një liste me lidhjen demokratike, potencialisht edhe me Osmanin, si që tha ta këja të zëmë. Megjithse, së fundmi patëm një farë përplasje në distancë me Sabdigjikut edhe Haradinajt, kur erdhë puna të përgjigja ndaj Kurtit. Sa e diun e ka qenë diçka keshkuptim momentale, me informatat e mia nuk kanë asnjë problem që si është bisedu, është diçka është e qartë. Unë personalisht nuk shoh një bashkëpunim të tillë, po këto e vendosin organet e partisë, fundja jo unë, mbetet në ditët në vazhdim të... Po, e thatë, për shembull, Osmani e thatë edhe për mbështetjen që mund ta ketë potencialisht, por edhe për peshën tash si presidente e 6 e Republikës së Kosovës. Ka ndalë po ashtu zëra, se fundi ka shumë spekulime, ka shumë informata që dalin në opinion publik, nuk e di ai qesin vetë partit për me matë pulsin, a ka spin doktora që e bojnë këto, po me gjithat është përmeni farë binomi Abdigjiku Osmani si kandidatur për qeveri edhe për presidencë, njësoj që si që ka ndodhë Kurti me Osmanin në 2021. Po, gjanat të tilla ndëgjohen në për shumë vende, në për emisione, prej analizëve caktuar, prej opinionistëve, prej qytetarëve, nuk ka diçka konkrete, cilën unë mund të ndaj, se po të kishte do e tregoja se është që kam ndaj frikës e ndaj blokat për dikujt, por diçka konkrete ende nuk ka. Në moment që të ka, do t'jem njeri ma i lumë të në ardhë me o të regu, po kësha dash me lujt ashtë protagonistin në këtu, me dhonë informatat përgjysmume, vetëm që me entuziasmu një ndëgjus ose shikus potencial, duhet biseduhet, thash, si me zotin Kurti që është dasht biseduhet, si me zonin Osmani, për mu nuk është më rëndësi emri i cili vjen edhe pozita cilën e ka. Për mu është më rëndësi të merrem i vesh çka konkretisht edhe ku e shohim Kosovën mas 4 vjet, 8 vjet, 20 vjet. Por derisa ka njerëz të cilët kanë vizion të tillë, ku po them të tillë, vizion progresiv, vizion për mu pozitiv dhe progresiv për këtë vend, atëherë me gjithkën kësha pas qef me bashkëpunu. Pa marë parasysh është ajo një parti politike, një person, një politikan, një inxhinier, një doktor apo një ekonomist. Në Kosovë duhet njerëzit të bashkohen që kanë vizione që nuk janë si këto idetë që i mbledhin taksat, i mbajnë pak edhe pastaj i shpërndajnë, pastaj i mbledhin pak, i mbajnë edhe pastaj i shpërndajnë prap, e nuk kanë 6 vjet asnjë investim normal kapital, asnjë ndërtim një termocentrali, asnjë autostradë normale, asnjë shkollë, asnjë spital të madh, asnjë. Kjo është për mu problemi, nuk është pozita dhe emri. Gjatë fushatës së kalume, tu e ditë që procesi për zgjedhjen e presidentit ka me kanë ndër punët e para të deputetëve, i kam pyet krejt partit, a shkonin në zgjedhje me premtimet veç për qeveri, për mazhorancë parlamentare, apo edhe për president, kërkush s'ka thonë që shkon edhe premton për president. Ne po shkojmë potencialisht në një palë zgjedhje për shkak të këtij procesi. Tash, në këtë fushat, a premtoni që do ta zgjedhni këtë çështje, apo garoni sërish për shumicë në kuvend, për me votu kuvendin edhe qeverinë? Këtu duhet me pas një farë integriteti kur përgjitesh, sepse presidenti zgjedhet për deputetëve. Po, prandaj. Nuk zgjedhjet janë parlamentare. Edhe zgjedhjet janë parlamentare. Ne kur garojmë aty, garojmë si deputet, kërkojmë votën si deputet, edhe normale propozojmë një person për kryeministër, po që s'është obligim. Që s'është obligim. Zgjedhjet janë parlamentare. Ne mund dalim aty dhe të bëjmë lojna fjalësh, edhe të bëjmë manipulimet të tilla, edhe ndërsa në programet të caktuara ajo edhe nuk është çaq tragjike se mund të bëhet. Por e vërteta është që ne garojmë për deputet, edhe qytetari duhet ta kuptojë që neve na voton për deputet i cili më vonë e ka lirin që ta ngres dorën apo të votoj për një qeveri të caktuar, edhe më vonë edhe për një president të caktuar. Kjo është, kështu është shteti i Kosovës. Më vonë do ta mund ta ndryshojmë, ta bëjmë presidenti me zgjedhje
përmes votës popullore, ku ta dion. Prandaj po them, a do të tregoni nëse do të votoni qeveri edhe president, apo kjo forma klasike Mund ta bëjmë nëse e bëjmë një diçka të tillë për bes tingëllon më shumë si populizëm. Mund ta bëjmë për shkaqe të PR-it edhe shkaqe, po unë personalisht nuk e kisha preferuar një gjatë të tillë. Dhe është çka nëse s'lun shumë përqindja te partitë politike atëherë? Mund të rikthehemi sërish në të njëjtën situatë. Unë mendoj që këtu krejt varet se sa dim na këtë mesazh me e përçu të popullit çfarë jemi duke dashur me thonë. Ne e kemi ndërtu një program që mendoj që ka qenë programi më i mirë politik, e kemi ndërtu një ekip e cila për mua ka qenë larg ekipa më e mirë që mundet me zhvillu këtë vend, po në fund nuk kemi mbërri me përçu këtë mesazh tek votuesi, sepse është pa në zgjedhje që kemi rënë në 13.5%. Tash duhet të jemi pak më të qartë në mesazh, sepse unë mendoj prapë që duhet të kemi programin më të mirë dhe ekipin më të mirë. Nuk duhet të dalim prej kësaj, sepse ajo ka qenë reale, por ku kemi dështu, edhe mendoj që duhet të reflektojmë këtë bestim, duhet ta pranojmë që kemi dështu, është nuk e kemi dërgu mesazhin mirë dhe kauzën tonë, nuk e kemi shpjeguar mirë të qytetarit. Edhe kauza jonë më fundamentale është zhvillimi i shtetit Kosovës. Se kjo është për çka ne po kërkojmë votë. Nuk po kërkojmë votë për me dalë ma vonë me lujt pazar, merret i këtë pozita, ma ti mu këtë pozit. Sot çka kemi bo, diçka dhe çka Zoti Abdixhiu ka bo është, ai ka refuzu një pozit konkrete për vetës, ai është akuzu një ko, ti po luj pozita, ti po luj pozita, ti po luj pozita. Jo, kjo e ka refuzu pozitën, po thejme që gjithçka që ka thonë Zoti Kurti ka qenë e vërtet, e ka refuzu një pozit, vetëm që mos me leju kapjen totale të shtetit. Tash nuk e di si mundesh me e kritiku këtë qasje. Ta në kohën këtë thonë, ti po dëm pozit, ke fitu pak, ti po dëm pozit, ke fitu pak. Ki ka thonë, jo, s'po du pozit, po du ju mës me e kap shtetin. Edhe nuk është e letë me refuzu që ata. Sepse kur i ki 27-8% mundesh me refuzu. Po me 13% shumica njerë këshim e thonë, pse s'po e merni, pse s'po e merni. Sepse nanën tjetër është diçka ma e keqe. Nuk duhet me leju na që pozitat shtetërore, kryesore, të jem pjesën i partije politike. Krejt në fund një dinamike pazakont, muj me thonë, për shkak të monitorimit që ja kom bo kuvendit, në kohët e fundit, po interpretohet ose aktivitetin gjeshur, që është pozitive, ose nguti për me i kry do pun para zgjedhjeve. Me gjithat, je prej deputetve që ke fitu hapsir me angazhim në këtë periud, në legislaturën e 10, a ka nguti edhe a është parashiku që kësë skenar, edhe apo kryen punë që qeveria në detyrë pastaj me pas më atlet, me lëshu pare, që shpo thoni ju, në aspektin e ndihmës të qytetarët, me vepru me bugjet të miratum, me i që paret atje ku mendojnë, edhe në anën tjetër, me pas kuvend jo funksional. Tash, në anën tjetër, sa është e vështirë, tash edhe për juve si deputetëri, ka plot që kanë hyper herë të parë, ose nuk kanë pas edhe ashtë mundësi me gjetë vetën, edhe po shkohet prapë në një palë zgjedhje të reja. Po të kuptoj. Po më dora me sharu shumë me thjeshtësu këtë proces. Ne si LDK i kemi premtu partisë në pozit që të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat janë të mirë të shtetit Kosovë, do t'ja u votojmë, edhe si opozit. Edhe ja u kemi votu. Edhe janë dana publike këto, mund qytetarët me i pa në gjitha seancat. Edhe të gjitha ligjet, projekt ligjet, amandamentet, gjithçka që ka të bëj për të mirë të shtetit Kosovës, pa tjetër që do t'i votojmë edhe do t'a keni përkrahjen tonë, pa marrë parasysh që jemi në opozit. Problemi ka ndodhur që tek ne kanë ardhur shumë shpesh kërkesa për të votu diçka e cila nuk ka pas mundësi as të debatohet, as të diskutohet, as kohë nuk është dhënë kohë e nevojshme për me lexuar një projekt ligj. Kishim projekt ligje qindra faqe brenda na kanë ardhur, që ty tregoj për shembull një fakt, 10 projekt ligje na kanë ardhur të premten orën 6:42 masdite të premten, edhe të martën e ardhshme është kërku me ardhë me njerë të mërkurën, mu i me u gabu për një ditë, edhe pse ishin fest ka qenë, me ardhë me u votu ato 10 projekt ligje. Tash ato 10 projekt ligje, nëse e merë me i ledzu, janë si cila dikun 30 faqe, dikun 60 faqe, dikun 100 faqe. Kemi të bëjmë me qindra faqe projekt ligje, ku preken
qindra miliona euro të buxhetit të Kosovës, edhe ti nuk i mundësi as me i diskutu, as me i lexu, as me i debatu me kolegë të tjerë deputet. Tash, për çka ekziston ai parlament? Pikërisht për çet punë. Që tulemi, diskutojmë, debatojmë, se për që ata na kanë votu njerëzit, kanë thonë, ju jeni përfacu zonit tonë atje, shkoni edhe nxerrni më të mirën për shtetin e Kosovës, edhe për qytetarët e Kosovës, edhe folnin mes veti, që kjo është, po e thjeshtësoj shumë që me qeni kuptueshëm, ideja e ekzistencës një shtetit parlamentar dhe vetë parlamentit. Edhe kur ti ki kësi presion për mi kalu disa ligje, pastaj çapo ndodh? Po janë të punu me keq, edhe po përfundojmë gjykatë kushtetuese, sepse shumë shpesh e shoh njerëzit manipulojnë, thonë, i keni dërgu, na keni bloku me gjykatë kushtetuese. Nuk i kena bloku na. E keni bloku vetë se e keni bu keq. Me hartim. Kur e harton keq, prej ngutis, prej paditonis, ai përfundon gjykatë kushtetuese, edhe pastaj bllokohesh 1 vjet e gjys, 3 vjet, ku dione, edhe pastaj që thu opozita po na bllokon. Opozita ti ka votu krejt marrëveshje ndërkombëtare. Opozita ti ka votu krejt projekt ligjet për të mirë shtetit Kosovës. Po nëse ti e bjen të një deputet normal, më falë që po e thëmë kështu, një projekt ligj për buxhet 732 faqe, në orën 11 mëngjes, edhe në orën 3 mazdite i thu, hajde votoje, ai deputet që e qënë dorën për bes, qysh mos me ofendu dë qysh. Sepse po e prish me integritetin e vetë ai deputet. Për bile abstena, thuj, nuk kom keni dhonë kohë me lexua, s'më i me vëtu. Ose bile, thuj aty në të partisë, thuj, ka dalë për një 2 ditë të lexojna këtë 732 faqe projekt ligj. Për ndryshe s'ta qaj dorën. Unë personalisht me e bo këtë punë LDK-ja, unë i kisha kundërshtu aty mrenda. Po më duket aty, vetë vendosi nuk ka as mundësi me debatu, edhe pastaj veç kalojnë kështë gjana. S'kan mundësi me Më kthy te pyetja jote. Po. Po, ka pas presion për me u kalu ligje, pa debat, pa diskutim, me shmangje, me gjana të tilla. Shumë për këtyre ligjeve nuk kam pas asnjë arsye me ungut. Disa pa tyre kam pas arsye me ungut. Për mendimin tim, vetmi vendim që nuk ka ardhur, edhe që ka shumë nevojë me ungut, është antarësimi në bord paqes. Edhe këtu pastaj ti bjen me një ndesh, nëse vërtet e keni pasur me nguti për të mirë Kosovës, pse nuk po e bëni bordin e paqes? Po e bëni një ligj që s'po lejani bisedojmë e debatojmë. Për deputet e ri ka qenë vërtet shumë e vështirë dhe më ka shpenzu shumë energji se nuk dësh me mësu regulore, dësh me kuptu kur të vjen veni me fol, si të vjen veni me fol, si du të më dërgu këto pyetjet parlamentare. Krejt është procesi pak më i komplikuar se që është prej jashtë. Po duke i mësu tash besoj që ka dalë i Edhet me upon legislaturën tjetër. Edhe 2 javë kam. Sadiku, faleminderit shumë. Faleminderit juve shumë. Shkëputemi me marketing për të vazhduar në pjesën e dytë me tjera tema.